Rastin e 70 vjetorit të shëgurimit meshtarak të hierësisë së tij, kardinal Ernest Simon Troshani në katedralen Santa Maria di Fiore në Firenze, u zhvillua një ceremoni e veçantë përkujtimore. Në këtë aktivitet solem mori pjesë edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, shoqëruar nga ambasadorja shqiptare në cilin e shenjtë, Majlinda Frangaj. Gjatë fjalës së tij kryeshteti vlerësoi figurën e kardinal Simonit si një dëshmi e gjallë e forcës, besimit, qëndresës dhe sakrificës njerëzore. Ai nënvizoi se trashëgimia e klerikëve dhe e 38 martirëve të lumturuar ka kontribuar në ndërtimin e një modeli të rrallë të bashkëjetesës fetare në Shqipëri. Presidenti Begaj përsolli gjithashtu një mesazh mirënjohje për Papa Franceskun, duke theksuar rolin e tij në vlerësimin dhe promovimin ndërkombëtar të figurës së kardinalit shqiptar. Historia juaj është një dëshmi e gjallë që asnjë regjim nuk mund ta shfarosë besimin dhe dinjitetin njerëzor. Historia juaj na mëson se besimi nuk matet në kohë të qeta, por në kohë sprove, dhe se dinjiteti i njeriut nuk varet nga rrethana, por nga qëndrimi që ai mban përballë tyre. Kjo harmoni ndërfetare është një përgjegjësi e përditshme dhe një pasuri që duhet ta ruajmë, ta kultivojmë dhe ta përcjellim me krenari te brezat që vijnë. Në ceremoninë e mbajtur në Duomën e Firences u mblodhen kardinal nga Roma, përfaqësues të autoriteteve vendore dhe bashkëdhetar për ndëruar 70 vite shërbim meshtarak të Ernest Simon Troshanit, e njohur si martir i gjallë. Ai mbetet një figurë simbole qëndresës gjatë regjimit komunist në Shqipëri, ku përjetoi vite të gjata burgimi dhe internimi, por të ndëruar më pas me titullin kardinal nga Papa Francesku.